I pari më las 7 muaj se të dera babai. Bjerin ka rrallë me bizbelit. Wow. Vajzën e muarën e quan jashtë, punon 5 vjet në Itali. Të tërë me ka për motrën. Ka në shitur gjaku në lushnje për këta 2 fëmijë. Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme këtu në live do të kem një nën e cila do të tregoj problemet me vajzën e saj. Do flasi dhe për jetën, 2 martesa të dështuara, plot halle dhe vuajtje. Quhet Lindita, është duke më pritur, në fakt më ka dërguar një mesazh që në orën 6 të mëngjesit dhe mezi ka pritur orën 10 për të qenë sot me mua për të denoncuar me shpresën që zëri i saj të dëgjohet. Por kush është historia e Linditës? Hap dritaren dhe e ftoj. E dashur Lindita, përshëndetje. Përshëndetje. Më kishte dërguar një mesazh në orët e para të mëngjesit dhe më kërkoi me urgjencë të hyje në një live me mua. Po çka ka ndodhur? Kam më probleme me vajzën. Konkretisht çfarë problemi ke me vajzën? Ma nxjerrin, do me thënë, nga psikiatria. Ma nxjerrin, ma bjen këtu në shtëpi. Vjen 4 dita zitohet të bëhet edhe ta heq pa mendje, do me thënë. Madje unë kam edhe video të saj që e kam filmuar, si këtu edhe kur e kemi çuar në urgjencën e tjerë. E dashur Lindita, ne të dyja së bashku kemi qenë edhe përpara disa kohëve në live me Odetën dhe ti ke rrëfyer historinë e dhimbshme të vajzës tënde, që fatkeqësisht ka përfunduar në psikiatri. Aktualisht që ne flasim, ajo ndodhet në shtëpi apo në spital? Jo, ajo ndodhet në psikiatri. Gjendja e saj është e rënduar? Po. Sepse Odeta nuk i japin ilaçet e Zvicrës. Ajo kur erdhi më tha që erdha me një madam drita. Unë nuk e di kush ma solli, do me thënë a ka ardhur në qershor. Qershor korri gusht, a ka qenë psikiatri, unë nuk di gjë ku ishte. Mua kur me erdhi pasaj në 10 orë këtu ajo. Unë shtëpi nuk kam, gjë nuk kam, unë jam këtu me qera. Këtu s'ke nevojë ta las fare cimento, se se lan komplet me lagështirë. Unë jam për vete me bronkopneumoni, ma muskrit, jam me 4 pompa, jo se unë nuk e dua vajzën time. Po të paktën një gjë nga rehabilitimi. Të paktën të vete 1 herë në muaj, 2 herë në muaj. Madje ka dhe djali 11 vjeç që ka i shoqi në Tiranë. Edhe i shoqi doli me të njëjtën skizofreni si mund të ai drejton një automjet në atë fëmijë. Pati që griti e djalin 11 shkurt. Nipi. Po, ta hajde mirë me umaga, pse mos ta shikojmë çunin. Kur i ka mendjen e ka, po kur se ka ç'a ti bëjmë? Ç'a ti bëj? Po kam problem se kam frikë për djalin më shumë, se djali ka po çik mundryshe. Pse? Pa ajo është fare degraduar. Gjendja e saj, ajo është e pavetëdijshme për çdo veprim që bën? Po, unë i thash një herë kur e kisha, i thash një herë që dalë hajtë japi mami ilaçet, edhe një të më kapur kështu këtu, një më asur dore nga mbrapa, më ngjetë si buka këtu në pyt. Më shuku kokën të muri, erdi në mbrapa ambulancën, dola jashtë, erdi policia, edhe ishte robat nga jashtë, komplet të tëra roba. Jo se do t'i bëj, e kupton, ajo i bën pare të dije. Unë nuk e di çfarë ka ndodhur, edhe ajo e ma shpreh gjithmonë. Thot, po të më qesës kokën, kam një gjë të rëndë e koka. Ne po nuk mund t'ja bëjnë dot atë skanerin asaja. Se ajo nuk qëndron. E dashur Lindita. Nuk e di ku do vete, me jam në një situatë shumë edhe për vetën tim, me të gjithë që po mëson që qysh po ja din, qysh po duron dhe kaq. Se janë zorë në barkut edhe po të thasi nuk kam me ku të vete, kujt i drejtohet me. Kujt? Nuk kam asnjë gjë në dorë, do me thënë.
E dashu Lindita, pra spitali kërkon që ta nxjerri dhe ti nuk e mban dot vajzën. Nuk e mbaj dot. Nuk e mbaj se nuk e dua. E dua më dhim se te kam e vlat. Por të jetë do me thënë kur ti se pret, e kupton? Të duket mirë kur ules për shembull, mund të ules këtu ti, të duket mirë. Ajo ta këputra një të çon kokën më tëm, të mbyt ka forcë. Se këta lojë me këtë diagnozi ka ajo skizofrenia së rregull, ajo ka forcën e dynjas. Sa vjeç është vajza? Ma kujto pak? Tani në 28 mars bën 30. Si quhet? Ermira. Ermira. Malok. Qa po bën me mami? Me kam bërë një qaj. Do flem në tani? A spri. He, shtriu në qik. Soja, spri. Shtriu. Sprinja. Ko ti qoni? Shtriu, mami. Ko ti qoni vogël? Kush qënë? Titi. Diti doli për të mbledhë. Hec. Po se po të bële. He, shtriu tani. Hajde shtriu të mbuloj mami. Shtriu të mbuloj mami. Ha, Jo, para se sa ty, ku ka dalë titi? ka dalë me thes kështu. Nuk ka mama i pa ti, Hiqi shep ka nëna. me të tjari po. He, hiqi shep. Qajsh? Qajsh nëne? Qajsh, qa djali? Rapi dhe kiqia i të gjoma, u sa të së mira ti që me rosa. Për djalin me, mos u mërzit, s'ka. Sa të... Lëri aty mami, të këja ste ku mbaj atje. Sikur e ke për djalin, për Mateosin. Të kam zënë, aty t'jalesh? Lëri këtu. Ja, lëri, Be gjën, mami. Be gjën. He, të qoj aty. He, mami, hajde flem gjumë. Ira, hajde flem gjumë, zëmra. E se po ashtu dhe kjo, hajde. Mirë qenë me, E dashu Lindita, unë dua të pyes, pse vajza juaj përfundoi kështu në këtë gjendje kaq të rënduar, apo është një sëmundje që është e trashëguar, le të themi Jo, vajza ishte normale, po vajzën e muarën e quan jashtë, punon 5 vjet në Itali, 1 vit në Belgjik, 2 vjet në Zvicër. Në Zvicër e bën vdekje klinike, e gjen policia zviceriane e çon në një qendër. çfarë jete? Në qendër. Ajo pse ishte ashtu, një vajzë, 1,72 centimetër, bjonde me shërbojqelli yll, i baja të 2, kam shitur gjaku në lushnje për këta 2 fëmijë, po të mungon dhe gjak. Len bën si qenë për video, ullet atje të spital, kur e quam në këtu të urgjenca, ullu në gjuj, se apo filloj nuk pa mund qa thot më pare. Del nga sina, do me thënë, jam në një situatë nuk, unë kur vjen ajo nuk re gjumë, unë rikë shumë ullu, nuk rikë. Vetëm djalit e mbledh, unë rikë tu me atë se ajo, një ditë që i top ne me djalit për të mbledhë, ajo kishte marrë orisë, vaj, kishte bërë bashkë, në gani kishte njanë. Pastaj kishte marrë ca biskota, kafe, sheqer, ku ta dyni kishte edhe në nxere, gazi dhe ajo të nxere a djegur më në fond. Nuk e di. E kuptoj që situata është e rëndë me vajzën tuaj Ermirën. Çfarë ndodhi me vajzën? Sepse më thek, ajo u martua fillimisht. Po ajo martua dhe në fillim ishte shumis do gjë, në rregull. Po ta jepnin për shtypjen të dy. Vajzën e martove ku? Në Berat. Po, sa vjeç ishte Ermira kur u martua? Ermira ka qenë 18 e 19 sollini e djali. Po, dhe çfarë ndodhi me jetesën e Ermirës? Mund të marrë fesh? Po, zotria tani rrinte në shtëpi dhe kjo u fut në punë. Do me thënë 6 muaj ndajti kjo. Po. Kjo rindi me operacion. Djak. Të vesh o deka, edhe sot të pyesësh atje ku ka punuar ajo pucari, na vjen keq sa për atë vajzë, nuk e di sa ishte një vajzë që nuk i ndjer zeri. Nuk i ndjer zeri. Ajo vinte në shtëpi ata e linin pa bukë.
Nuk i asu, do me thënë, e rinte a i shoqi. Edhe një ditë pasaj që shpërtheu, beri, më erdhi në shtëpi mua. Ku thashun, ku vete me mami? Ne jemi në Kasolle, thash, mami s'ka, ku do të qoj? Tha, nuk vete u me atje, thot. Po ti ka atë me shapka, thashun, hajde me mami. Vajtë më këshëm, pra vajtë më berat, berëm denoncimin, nuk e denoncoj për dhunë. Jo, tha se do rritet djali sa dhe i thota që mami të më puti në burg. Nuk e denoncoj vajza, po? Jo. Edhe kur erdhi puna pasaja, djalin e ka i tani, vajza ngeli e mbështesja u me aq sa kisha, e lija në shtëpi, më vinte natën, mikte natën, nuk e kisha idem kush e merrte, kush ma sillte, kush ma bënte. Edhe tani 501 odeta pa i le ka nëna se kanë bënd të tërë pajin tani, nëna, vetëm nëna. Kjo në kam gjellu njerëzve të odeta, se lagja këshu, do me thënë, ose të tjerët. E kupton? Sepse ku se vuan vetë në kurriz vetë, edhe aq e vuaj. Prandaj kam edhe këto siklete, këto streset që janë bërë në këtë gjendje. Lindita, pasi u divorcua nga bashorti, le themi vajza mori një rrugë jo të mirë, dilte dhe nuk thjesht. Po, bravo, po. E mori edhe kur i nxorën pasaportën odeta, në kinte 70.000 lekë. Nuk e di ku që janë nxori. Edhe me iku bëra denoncimin pasaj, më thanë ka kaluar nga Vlora për në Brindisi. Çfarë viti ka është larguar Ermira? Çfarë viti është larguar? Në 2016 në odeta. Pra, për herë të para e u largua në vitin 2016 dhe u trafikua, le të themi, në Itali. Po, 5 vite në Itali. Një vit në Belgjik ja kishin qarë kokën këtu me rrip. Wow. I kishin dhënë lëmë narkotike. Që ajo të mbosi kujtesën, ajo të thotë sa emra odeta, të jesh vetë prezente, që ty nuk e di, nuk mund t'i sem ati të mendja dhe nuk të shkojnë mendja fare për ata personë. Por gjatë kohës që vajza iku në Itali, ti kishe kontakte Lindita? Flisje në atë kohë? Mbas një viti. Mbas një vitit ka telefonuar. Po. Çfarë të tregoj Ermira vetë me gojën e saj? Nuk ta punoj bagante, i thosha hape kamrën, po jo se ka kjo groja nuk do të hapësh kamrën, të plasin pastaja, bëjme edhe e visnin me geta nga ato me vrima këshu e tëra do me thënë një situatë shumë ndërlikuar. Jashtë masë. Pasaj e qua në Belgjik, atje goditën me rribe rraun, një vit ka qëndruar atje dhe tha, pasaj kur me erdhi këtu sa, mami tha, nuk isha vetëm mu, sa ka gjitha ta, sa se ka momente që i vjen kujtesa. Dhe më sa mua tha, thuajte ta odetës, sa ajo të kishte shkruar dhe ty, a një në mesazh aty, e tha, thuajte ta odetës, sa nuk isha vetëm mu në atje, tha, ka shumë vajza. Janë ato nenat që qajnë, ato nenat si puna ime që qajnë, që i kanë andeja. Edhe i mbajnë e shfrytëzojnë. E tash Lindita, ti arrite të zbuloje kush ishin ata persona që e trafikuan vajzën tënde? Odeta, po të them, do me them që ato emra nuk do mbetesh ti e shokuar. Unë s'mu të plas se çfarë thot Ermira se ata s'ka marrin për bazë. Unë kam mbajtur vetes pak odeta. Më thanë që nuk mund t'i hapim do tabulatet, janë në Sirë, janë verë, thosin ato çupat që më ishin të spaku. Nuk e di. Kuptoj. E dashu Lindita, vajza juaj sa vite qëndroi në total Itali, Belgjik dhe Zvicër? 8 vite. 8 vite. Dhe kur ajo u kthye nga Zvicra, gjendja e saj ishte e rënduar. Ajo deta kur erdhi sa erdha me një madam sa drita të qojtur, sa di unë kush e solli atë, unë se di fare, unë e mora vesh në 10 orë, ajo erdhi në qershor, korri gust, ajo ka qenë spital, psikiatri. Pra, le të themi që vajzën e ka sjellë një zonjë me emrin Drita në Shqipëri dhe e ka çuar në psikiatri. Po. Se situata e saj do ke qenë vërtet e rënduar. Por dua të pyes ty Lindita, ti për herë të fundit vet kur fole me vajzën kur ishte në Zvicër? Kam folur në janar më fuga bëfsha. Dhe çfarë të tha? Domethënë ti si nëna. Bente ushtrime, qa po bëni sot, bente ushtrime atje, kështu kishte një si tip palestre, bënte atje, merresh me punë, bënte ca gjëra kështu, me të prera ku ta di unë.
Do me thënë ishte angazhuar, nuk është si këtu, do me thënë. Pra, gjendja e saj, kur ke folur ti, ka qenë mirë. Po ajo ka qenë e dobët, kështu e dobët. Tani është bërë kështu. Unë se di ku i kanë ato ilacet, se nuk ja dhamë. Me qa ilacet mjekojt, kjo këtu po mjekojt kot në skotim duket mua. Nuk di ku i ti drejtojt, nuk e di nga do vete më t'hidhem, nuk e di. Si e bërja gruaja që unë bëtë atje hajde e ikë më mi qaj pas sa jetë o deta. Nuk i kam parë asë një gjithë sa jetë. Të lutem. Nuk i kam parë asë një gjithë o deta. Ajo jo se do t'a bëj. Ajo, sot, ashtu ma dha, thot dëgjova zhurma në vesot, më vinë më plasin, zot, ngrihet natën, do kafe, do duhan, do... Qa të bëjo deta, tër ditën e të natën pasaj pa gjumë. Unë të Nuk besoj ka më deta, unë vajta në buzvarit edhe nuk vajta ti hiqja gurët që pata në temë. Se ashtu më ndodhi me stomaku, me barku, me... Të më situate vështirë, nuk e ka përcej dot, nuk e ka përcej. Lindita, unë e kuptoj që je një nënë e vuajtur, nuk e qenë e lumtur në jetën tënde, 2 martesat, le të themi, të dështuara, tani probleme me fëmijët, por kjo nuk do të thotë që ti të mendosh fundin. Këtë gjë Jo, deta, unë nuk mundem dot, o deta, unë kur e sikoja ashtu, unë i ki dalë qaj për jashtë, as qaj në syta saj. Ajo ri dhe qanë. Por, ajo ty të ka. Edhe ideali jo, është në sëmur, ty të ka. Po, ama ajo nuk ma su pare me djali, nuk e do djali në tim këtu pare. Sepse nuk arrin do të logjikoj dhe normalisht nuk është e rëndësishme për veprimet që bën. Po unë, ashtu ajo unë i kam mësyrë të gjitha, me fika, me gjera, unë se di nga i kam edhur tanë. Rima fika të komësin, të marrë këtu, e marrë aty, qa do t'i mësejme? Nuk ka me o deta se jam dyert pa qelsa këtu pas një gjë për gjeje këtu. Tu e shaku komplet, nuk kam qelsa, vetëm dere jashtë me kam qelës. Se të kysh ide, nuk ka këtu. Nuk ka ajo për kun e dua tani, në qofë se ti si akcion asaj, në moment ajo, ta hodhi nga koka me qatë të ketë, me tas, ta më bëri më jo deta një këtë ramën e punit. Më mori një tas të barë, hodhi kos, unë ja dhash për të ngrenë, hodhi sheqen, njëtë më vajtu këtu të televizorit e komoja e veri shumë, mërte dhe ta po bërë më thosë, se unë ja po laj më kate të se, pasaj vajti nga soba dhe ma ta, më beri pri bret zotit, ta të bëjem, ta të bëj me. Është e dhimbshme. Dhe shëndeti mendor është problem shumë madhor realisht. Ta kuptoj dhe ta qaj hallin e dashur Lindita. Por ndalemi pak, kur ti flisi me vajzën, kur ajo ishte në Zvicër, gjendja e saj ishte mirë. Ishte më ndryshe, jo aq fare dhe ishte dobët. Ajo një të ardhë përdori ato ilace u fri u be. Po mirë. Ajo mjekojt me haloperadol. E qartë, mjekojt me sterofuel. Por ndalemi pak, ti humbe kontaktet me vajzën kur ishte në Zvicër dhe mësove që ajo kishte mbritur në Shqipëri. Në dhjetore mora veshu. Si e mora veshu? Kur ma pru më morën telefon. Kur dhrosa shumë kushes. Ta kini mirë, sa do vini ta takoni, sa? Apo ta qojmë në Shkodër që të rria tjetë. Ta shumë, unë ka ardhë Elmira, sa që s'më kini lajmëruar, ka ardhë në Qersor, po nga Qersori deri në jeton Qabel. Pra vajza kishte ardhur në Qershor në psikiatri, ty spitalit të njoftoj në 10 orë, 6 muaj. Jo, spitali, jo, zonja e Lindzës, atje në Lindzë e të trafikuar. Shoqata, ku ishte vendosur vajza, po? Në Lindzë vete. Në 10 orë. Aktualisht vajza është në psikiatri apo të shoqata në Lindzë? Në psikiatri. Në psikiatri, pra, vajza ku ka ardhur nga Zvicra, që ta kuptojmë qartë, ka qenë në spital dhe spitali e ka çuar tek shoqata. Po, prap, e ktheu mbrapsht, prap. Sepse nuk e mbante dot, sigurisht, për shkak të problemeve. Po. Dhe kur të morin në telefon shoqata, ti u nise me një në Tiranë. Jo, ma prurën këtu, në 10 orë. Ta sollën në shtëpi. Po, i kishin hapur dhe një numër, i kishin hapur një nga këto, San Paolo Bank. Numër llogaria. Që unë të rriqa nga punë e Zvicrës, ja kishin dërguar Zvicra. Që unë të rriqa as 100.000 lek, jo, po 90.000 lek. E kur erdhi puna, kjo ka ardhur në Qersor. Në Qersor, korrik, gust, ator, tetor, nëndor, 10 orë.
Unë fillova të rriqa tani, janar, shkurt, mars, tani këto muajt e tjera, ku si të roqi. Me kaj këse hakun pa patur një nëndë, ajo se pa vedis me Odeta. Si e more ti dhe hodhe një firëm kështu, apo vajte ja hodhe ti për shembull. Si e bëre? Nuk kuptoj asgjë Odeta ku shjet mrapa. Më vjen keq për gjithë situatë, por goca erdhi në shtëpi, çfarë ndodhi? Ti u detyrove ta çoje në spital se nuk mundesh dot. Ato e sollën në dhjetor, ajo në janar u bë prap. E quam vetëm me 127 së rasim. Ne, vjen ambulanca, vjen policia që e merr se nuk do. Edhe bën ato, vjen psikiatria, bën të letrat edhe çon. Kjo është rutina ime, Odeta. Nuk është kjo jeta ime, Odeta. Djalin e kërkon? E kërkoj ti kësaj radhe. E takoj? Hajde vermi sot të ta takojmë zështë edhe ta gjejmë te Odeta për. Por pse nuk ja mundsove takimin me djalin? Unë s'kam kontakt fare, Odeta. Unë se di për vete. Se di ku është. Se ai ka ikur nga Berat, i ka vajtu ka ardhur në Tiranë. Unë ku ta gjej, s'ka asnjë adresë, asnjë gjë. Ti nuk e asnjë kontakt me Ish-Dhëndrin. Si bëhet atje, ajo jema skizofrene. Xhaxhai, edhe ky kështu, ai djallë, ai djallë që se bërë moj, Odeta, më sa njëra tha, 11 vjeç ai djallë që pëstënde sa as 10 kile nuk ishte, sa shumë i dogut, la kurisa, i sa i me vrapshti. Nuk është kjo, Odeta, gjuna i djallë. Unë prandaj kërkova dhe atyre që djalli të vinte në institucion, Odeta. Nuk e di, gjithë këto thas, pse o Zot mi ke vutur mua, pse? Nuk e di, Odeta, jeta ime nga dita në ditë, e shikoj dhe vetë që nuk e kam të gjatë, jo. Po ato të po bëjnë, Odeta, që me nën gjallë dhe nuk po bëjnë asnjë gjë, që ku ta çojnë qysh. Mbaj more vesh, Odeta, për atë nga cakun. Ja, shu të vritën dhe fëmijët e mi, Odeta, si që vra i në cakun pije. Të lutem. Ja, shu të vritën. Nuk dua të ndodhi kjo gjë, të lutem. E dashur Lindita. Unë nuk e Odeta se ku ti qofsh në një qendër. Unë nuk mund ta përballoj dot situatën, Odeta. Unë ulur korryen ajo. Unë nuk lejom. Nuk ridot. E kam, jo se thash, jo se nuk e dua e marja krej kokën, ja beja, shumë po ka momente që nuk e di se kur i vjen asaj. Është shumë i degraduar, Odeta, prandaj thash që doja këto institucionet, nuk e di. Thash, jam e gatshme t'i jap veshkën, jam e gatshme t'i jap zemrën, jam e gatshme t'i jap çdo gjë. Ama vetëm te dhuna, Odeta, nuk duroj dot se kurrizim që ka hequr, e po heq. S'kam asaj po si dhe duan, po si dhe pi energjike nga ato 500. Ajo do 5 cop nga ato, 6 cop, ajo i lace tu s'mi pi me zor. Po thot mua qa po mjep koqifosët. Nuk e di, ajo ishte model për mua, nuk e di. Të vesh të puna ku ka punuar ajo. Më vjen keq e dashur Lindita për jetën tënde, për jetën e vajzës tënde, por nëse Ish-Dhëndri do të dëgjonte që jeton në Tiranë me djalin, dëshiron t'i japësh një mesazh ditën e sotme? Ai punon si sot hidraulik rregullon, ku ta di unë, po do t'i thosha një gjë. Që atë djalë që e gëzon ti sot, do t'i thoja, e gëzon për hir të asaj vajzës time që e sollin jetë. Mos harro se kur të rritet edhe pak edhe do ta kuptosh shumë shpejt. Kur të rritet edhe pak ai djalë, kur t'i vej një 15-16 vjeç që ti që ka nene tia e kam dhe unë. Po kur nuk janë, nuk është Odeta, unë e mora, po ky telefon që kam unë është tjetër, bile e mora numrin e atia nga bashkia e Beratit, a i u lërimën Odeta, kus ta dha numrin ty, ja, u lërimën telefon. I thash unë, përse have vajzën time ti, se dhuna filloj që atje, e goditja i. Edhe i thash unë, përse have vajzën time, më rau nenë, thë. Të rau ajo nenën ty, ja thashëm,
Nuk të vjen zor, nuk të vjen i thash. Po gjete atë i thash, po dojë ndonjë tjetër thash, po s'ka problem thash. Unë uroj Nuk e di kush ma lan atë djalë, kush e shplan, ajo gruaja kur më tha në Berat që kisha ardhur çuni, kur të një herë tha mo jo deta, ai me të shkurtra, tha i thash ta ik me vrap shpejto. Djali vetëm në Berat, nuk e di deta, nuk e di. Kam një jetë shumë të vështirë. Kam verde, kam të vështirë. E kam zënë deta. E vuajtur kam qenë, e vuajtur jam. E vuajtur do të vdes, po nuk e di nga do më vi vdekja, se nuk di as ta që kanë përdorur vajzën time kush janë. E dashur Lindita, mua më vjen shumë keq, sinqerisht për gjithçka që më rrëfeve ditën e sotme me detaje, por ti kërkon ndihmë për vajzën tënde Ermirën se nuk e mban dot. Kush është mesazhi që do përcjellje institucioneve sepse ke të drejtë, nuk e mban dot. Nëse ajo është një situatë të rënduar që dhunon. Ajo thash, ajo jo se do, po e ka nga... Është e pavedishme. Unë do të bëja thirrje disinstancave që janë në këto shoqatat, ta i kanë sepse ajo më tepër ka punë, do punë me psikolog, do punë me psikiatër, do shumë punë. Prandaj do t'i lutesha shumë do kujt në Tiranë që janë qendrat, sepse kam situatën shumë të ndërlikuar me vajzën. Unë kam frikë edhe vetë që ta le atë, do me thënë që kam frikë mos më bën ndonjë gjë, se ajo flenë në dhoma tanë, unë flenë në dhomë e djalit. Imagjinosh tani dhe prandaj thash që u bëj thirrje të gjithë instancave përpos kësaj që ne jetojmë, thash edhe një kështu nuk do jetonte kështu si neve. Prandaj ta vënë dorën në zemër, të mendojnë që të paktën dhe unë të më jepet një mundësi që të punoj diku. Paktën djalin e kam pak më ndryshe, nuk dhe mes, po jo në atë grad, paktën të punoj diku, të marrë në fund fare, unë jam e kem, kam ma shumë e kem, unë jam nga Moskrit Pribret, nuk marrë do të frim natët. Prandaj thash që të vënë dorën në zemër të mendojnë, pse jo dhe kush ka mundësi edhe për të ndihmuar, qoftë me rroba, odeta, qoftë me gjëra, me çfarë të dëshiroj zemra, sepse jemi në muajin e Ramazanit, odeta. Jemi në muajin e Ramazanit edhe nuk e di, nuk do ketë ndonjë shqiptar me zemër, mëse unë thash kjo nuk është as shtëpia ime. Nuk është Nuk është as shtëpia ime. Uroj që zëri juaj të dëgjohet, e dashur Lindita. E dashur Lindita, ju vetë jeni nga Lushnja? Jo, nga Pjeri. Nuk të kam pyetur asnjëherë për jetën tënde. Çfarë ka ndodhur me jetën tuaj? Ju jeni ndarë apo ju ka vdekur burri? Unë më ka vdekur burri, por kisha, do me thënë, më përpara ishte ndarë prej dhunës. Edhe ta... Ju keni qenë martuar, nga martesa e parë sa fëmijë keni? E para është ajo ati djali që e kërkojta dhe nuk e gjenja dot dhe më në punë që e gjetëm. Nga martesa e parë ke një djalë? Po. Por pse u divorcove, të ka dhunuar? I pari më la 7 muaj që të dere babaj. Por për çfarë të la? Më la mori tjetë. U dashurua me një tjetër? Po. Por si vazhdoi jeta jote? Ti ke qenë e re atëherë, sa vjeç? Po, pastaj unë jam nga lindja 70, 2-6-70. Sa vjeç ke qenë kur ai të la shtatzënte dera e babait? Ka qenë papa 24. Ke qenë e re, shumë e re. Po, 24. Por çfarë ndodhi? Ti e solle në jetë djalin? Djalin e madh e solla në jetë, jo. Kur më laj, më thoti me motër, do vemi për ta hequr 7 muaj. Ta abortoje? Po. Edhe i thot ajo që, po si i thot ajo vdes për vete, thot, si ka mundësi, thot, ja bëj këtë gjë. Oke, në janar e kam lindur unë, 21 janar të 94. Dhe çfarë ndodhi me atë fëmijë? Ti e braktise? Linda, kur vete atje brenda, edhe nuk la lejonin që të me ato pasaportat e kuqe. Manual nëse nuk e di ti s'ke arritur më duke. Jo, pasaportat format i vogël, i mbaj mend, po? Atëherë vete atje për të lindur, edhe më thotë i them asaj infermierës fëmijëve, moj, po çfarë më ti vëmë, më qenë se nuk do ti juve thashun ti vëmë emrin tim personal? Pa po ja për një emër.
Edhe ai emri ekzistonte që vura unë. Unë e linda fëmijën në 21 janar, vite e ende në 4, zonja e mori të premte në darke. Dhe unë Odeta duhet të them një gjë, që të birësosh një fëmijë, nuk birësohet në materniteti. Fëmija birësohet në shtëpi e fëmijës, Odeta. Unë do ta quaj, nëse më lejon, unë do ta quaj një grabitje atë. Jo birësim, Odeta, ai nuk quhet birësim. E dashur, Dita, të bëj një pyetje. Në momentin që ti solle një djalin, që ishe 24 vjeç, e re, ti vendose ta lije në spital fëmijën apo ta merrje? Jo, nuk doja ta lija. Doja ta merrja, po nuk më pranoni me fëmijën në shtëpi. Po pse babai dhe nëna të vun kusht që atë fëmijë duhet ta braktisësh? Më vuri motra kusht, edhe babai, pa nëna s'kishte forcën e burrit. Nëna ishte nënë, është gjithmonë do më thënë. Me atë s'kam patur problem, të tërë me ka bërë motra. Ndërkohë që ai ishte bërë vetë nëmë, e dinte atë të qenurit nëmë. Kurse kjo zonja, do me thënë e mori nga shtëpi, si e merr ti të fëmijë nga materniteti? Si, ky nuk quhet birësim, Odeta. Si, ky quhet, për mua si nëmë të pak të praj sa më ke njohur, ky quhet rrëmbim fëmije. Jo, nuk quhet ashtu, Odeta, më vjen keq, edhe nuk e di, ka ushqyer me një frym negative, Odeta. Ti e ke gjetur djalin dhe e lidhur pas shumë viteve me djalin. Jam lidhur, Odeta, por ai nuk ka shumë, do me thënë, nuk e di, nuk i hyj fare në pjesë tia të bëj çfarë doj, ka jetën e tij. Unë, për mua, i kam thënë për mua, jo vazhdo jetën, si të duash, ndërtoje si të duash jetën edhe vazhdo jetën tënde, me që se s'do. Madje, motre vogël ndërhyri, Odeta, në këtë histori dhe isa nuk është shumë si sot, nëna jote, po është shumë si se muna. Edhe motra tjetër ndërhyri dhe më përçau me ta. Edhe më tha nëse ti tha, do ashtu me teza tha, do ta kesh problemin me mua pastaj, po. Jam nisur për të natë, kam ikur në një qendër, edhe kam marrë urdhërmbrojtje për djalin, sepse më kërcënonte. E kupton dhe ai nuk është mirë, unë e shikoj, edhe ai nuk është mirë. Jeton në Shqipëri djali juaj i parë apo jashtë shtetit? Unë e kam patur, Odeta, 2 kilometra larg atje nga Rria, nga Kasondja ku rria. Ua, ai është rritur në të njëjtin vend me ty? Po. Ai madje na ka vënë kafe me djalin e burrit tim që ka vdekur, edhe ne s'dinim gjë. Wow, për ironi të fatit ke jetuar me djalin tënd në të njëjtin vend dhe se ke ditur që është djali juaj. Jo, ai na ka vënë kafe se aty ku mblidhim ne bidona kanaçe, aty punonte në lavazho. Por pse ai të refuzoi ty si nën kur ti e gjete pas shumë vitesh, duke ditur që e ke njohur djalin dhe ai të njinte ty? Jo, nuk na njinte atëre, jo, rastësia na bëri. Sepse duke mbledhur kanaçe neve, ai punonte aty, edhe i vite keq për djalin, për burrin tim, edhe thotë ai tu jap kafe. Jo, Lindita, e kuptoj. Desha të thosha që ai të ka njohur ty dhe të ka ndihmuar, pa e ditur që ishe nëna e tij. Kur ai e zbuloi që ti ishe nëna biologjike, pse të refuzoi? Refuzoi pra sepse kishte frikën e kësaj që e ka marrë, e kupton? Kishte frikën e kësaj që e ka marrë. Sot ti nuk ke asnjë kontakt me të? Jo, i kalon këtu, Odeta, shpërndan pizza, madje unë dua të them dhe një diçka që kur bëri djali një porosi donte suflaqe, i thashun ta bën mami, unë nuk e dija që i punonte. Edhe janë bëri tha, okej, thashun, ti qenë ke i tha djalit ai, pa unë jam i tha djali, beri lekët, jo lekët nuk i marrë, tha. Edhe unë një të ngritur, Odeta, si ka ikur ai, kisha paturova të taksi, vajta te puna, i thash, përshëndetje birim, i thash, nuk kam nevojë për lek nëna jote, i thash. Nëna jote, i thash, ka nevojë për dashuri, i thash. Unë vërtet, Odeta, jam do me thënë në këto kuse, por më duket sikur unë do t'i marr nga lekët e fëmijëve të tia. Nuk e bëj këtë gjë të tillë. Nuk e bëj dot. Ai është martuar, ka krijuar familjen. Ka 2 fëmijë, të madhin mund ta ketë 9 vjeç, të voglin e ka 3, duke ta 4, nuk e di sa e ka. E dashur Lindita, por
Ai të ka pyetur për babain biologjik, ti ja ke treguar të vërtetën? Po, ka dalë të tëra, komplet. Ka dalë të tëra. Ai që e ka marrë timonin e jetës vetë në dorë, dhe ta zbur tani me 2 fëmijë. Ai të thotë, nen, u ben qa u ben, ti e nëna ime, që më sollen jetë, por ama, unë duha në përmjet të emisionit të ti them asaj zonjës, që kjo zonjë dashur që ti ke bërë nuk është birësim, Odeta. Kjo i quhet rrëmbim fëmije, nuk quhet birësim nga materniteti, Odeta. Nuk quhet nga materniteti që ta birësosh fëmijë. Fëmijë ishte në birësim atje, unë atje kur i të spi fëmijës. Jo, Odeta. Kjo është një gjë që unë e vuaj shumë sot. Por djali tënd, do t'i përcjellësh një mesazh? Por ai tu kalon gjithmonë, Odeta, pse gokën mbrapa. Se unë më shumë situatën e kam me vajzën, Odeta. E dashur Lindita, por çfarë ndodhi me jetën tënde? Ti dole nga spitali, e le fëmijën në spital dhe u rimartove prap. Po. Tolla një 2 fëmijë, vajzën edhe djalin. Po. Vajza është 96-ës, djali është 98-ës. Jetesa jote, le të themi, ishte e mirë me atë bashkëshort dhe 2 fëmijët? Edhe në të ka qenë, do me thënë, ka qenë shumë e vështirë, Odeta. Për shkak të varfërisë? Kam dhejtur, kam të ruar dhunë për hatët të fëmijëve. Me ai ndjes pas atje ku është, Zoti e më shiroft atje ku është, por jam rau me rrit pantalonas, jam rau me grushta, me sjelma, edhe grise xhepat e pantalonave. E thoshte nuk mi i qep gruaja, thoshte. Por pse të dhunonte? Dhunonte sepse nuk... Do me thënë, dojtë që bënte vjerri që thoshte vinte, do me thënë, vinte si pasoj, do me thënë si që ta bënte më të vështirë jetën, do me thënë. Edhe një gjë katastrof jashtë masë. Nuk mund ta... Dilja natën, Odeta, dilja natën me vjerrin, e kërkoja me vjerrin. E kërkoja me penera rrugëve, edhe nuk e gjeja. Se unë ka punu roba qepsi, Odeta. Po qa të bëj këtyre 2 tani, se unë kam thasë edhe ato të mija trani edhe u bë... E dashur Lindita, por burri i ndjeri ka pasur probleme me shëndetin mendor? Ka qenë shumë pak, nuk fliste, nuk ishte tipi hedhur, ishte tipi mbyllur, i ndrojtër, do me thënë. Edhe kur vinte mik, nuk u fliste. Vetëm si duke si kalon, mire dhe ka. Por ju e duruat dhunën e ti dhe nuk e denoncuat asnjëherë në polici? Asnjëherë. Pse? Për jetë të fëmijëve. Po vjeri me vjerën, pse nuk të mbështesni? Vjerin ka rrallë me bizbelit. Wow. Po, vjeri thot se vajti ora 5, edhe ai ka vdekur, ndjes pas edhe ai. Vajti ora 5, është në gjë se nuk vjen të bëshkapin, thoshte. Kam kaluar Rubea, Odeta, në prak derës, kam patur Ermirë në supë, 2 vjeç atë dite, 7 muaj se me djali, nuk harroj sa të vdes, më ka rrethuar, jam bërë fuqe komplet, Odeta. Veç kur më ka lëshuar, edhe ja ka vënë stimën pasaj mbrapa, hodha vajzën krevat, këtë ja hiç mendin që isha me çulin 7 muajse. Edhe më ka ngelur jashtë mase. Ti shërbërtore kishe shkuar në atë shtëpi? Nusja do ngrihet në 5, do bëj kapen, do mjeli lopën, do pastroj ato të lopës, do bëj këtë, do bëj atë, do bëj gjellën, do bëj këtë. Kemi marrë nuse, lavatri që arrinde atje, la nusja me dorë, Odeta. Kjo është ajo pasaj. Edhe i matë më ka vdekur, i matë thoshte atje, thoshte, a i që të re, a i të do, thoshte. Më bëhet që, Odeta. Pra ti kërkoje ndihmë në ato kohë tek prindrit, te babai dhe babai të thoshte qëndro te burri. Po, atje ke vendi, këtu e ka vendi nuse djali. Ajo do ma mbylli gojën, thoshte. Kur të vdes. Të vriste për nusën e djalit, Odeta. Të vriste. Sa vite martes qëndrove me të ndjerin? Afro 24 vjetë. A i vdish nga se? A i vdish me kancer mushkrime të morë mërci nga pia që pinte. Odeta i e kiste raki, e cente verë, e kiste verë, e cente birë, edhe duhane më se pësas. Para sa vite shka ndruar jetë bashorti Lindita? Tani në qeshor bëm 5.
5 vjet. Dhe i bie afërsisht 5 vite që ti jeton e vetme. Po, pas një gjë do me thonë, si e se vetëm e ta 2 fëmijë. Pasët me bidona, me çukanace këtu. Do mbetemi bashkë në kontakt, së Zoti të dhënë fuqi dhe forcë për të përballuar të gjitha këto probleme dhe halle që po përjeton. Kështu që të përqafoj nga Tirana dhe do mbetemi në kontakt. Po, faleminderit Odeta. Mirupafshim. Ciao, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim, ku tashmë ju e dini çdo paradite, live ora 10, jam me këto histori të dhimbshme, histori njerëzore që nuk vinë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit miq që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.